أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حمدي dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë, salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, vazhdojmë me pjesën e fundit të hadithit të pejgamberit alayhis salam, I cili hadith flet për të drejtat e muslimanit ndaj muslimanit. Kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha laqitahu fasallim alayh, kur ta takosh përshëndet atë, pra me përshëndetje islame. Wa idha da'aka fajibhu, e nëse të fton për ndonjë gëzim familjar, thot përgjigjo. Wa idha stansahaka fansah lahu, nëse kërkon këshill prej teje, këshilloje. Wa idha atasa fahamida Allah fashammithu, e nëse ai të shtit dhe thot alhamdulillah, thuj yerhamukallah, për të cilën sot do të flasme. Wa idha marida fa'udhu, e nëse sëmurët vizitoje. Wa idha mata fattabi'hu, e nëse vdes përcjell xhenazën e tij, pra merr pjesë në ceremoninë e varrimit të tij, në pasrimin e tij e kështu me radhë. Sot inshallah do të flasim për tre të fundit, pra wa idha atasa fahamida Allah fashammithu, nëse të shtit dhe thot alhamdulillah, thuj yerhamukallah. Pra nëse ai kur I cili të shtit edhe ti ndëgjon duke thonë alhamdulillah, thuj yerhamukallah. Shpesh njerëzit kur nin dikan të shtit, hiç pa nik të thonë alhamdulillah, I thonë yerhamukallah. Jos. Ani mirë është më lut për ta, ama hadith thot, nëse ai thot alhamdulillah, të shtit dhe thot alhamdulillah dhe ti ndëgjon, thuj yerhamukallah. Pra pejgamberi alayhis salam me një hadith thot, inna Allah yuhibbul uttasa, Allahu vërtet I do të shtimën, pra e shpërblen për atë veprën, kur të shtit dikush dhe thot alhamdulillah, Allah shpërblen për këtë. Pastaj edhe robi tjetër, muslimon tjetër, nëse I thot yerhamukallah, edhe ai shpërblet, e kështu në pra kjo është e drejta e muslimonit ndaj muslimonit. Pra nëse të shtit dhe falënderon Allahun, thot alhamdulillah, thuaj Allahu të mëshiro. Se shumica së mësojnë të arabisht, atë alhamdulillah, yerhamukallah, yahdikumullahu, yuslih balakum. E shepi vën, kur të shtit, thuaj alhamdulillah, më këtë alhamdulillah të gjithë dina. Se nëse nuk e dina që këtë alhamdulillah, do të thotë al-Fatiha s'pëdishë. Se në al-Fatiha është alhamdulillahi rabbil alamin. Do të thotë këtë alhamdulillah të gjithë dinë. Na çka duhet më përgjigj kur ndëgjojna mi thonë yerhamukallah apo Allahu të mëshiroft. Shqip. Nëse se din arabisht, I thu Allah të mëshiroft. Pra është sunnet I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin ai ka praktikuar dhe e ka mësuar sahabëve dhe ummetit të tij që të luten mes vetë, njëri për tjetrin të luten. Pra ki Islam, siç kemi thënë, prej mëngjesit kur ti hapësh sin deri mbrëmje kur ti mbillësh sin, për plot vepra të mira është. E sa na I neglizhojnë ai lojna për anësh, edhe nuk ka shumë mundim për ta, edhe nuk ka shumë lodhje për ta. Me pak punë fiton shpërblime të mëdha. Po të thuaj alhamdulillah, falënderon Allah. Yerhamukallah, Allah të mëshiron. Yahdikumullahu, yuslih balakum, Allah ju udhëzoft dhe ju përmirësoft gjendjen tuaj. Këtë lutje. Alhamdulillah, hamdi falënderimi takon Allah. Ti thot Allah të mëshiron. Tërati ja kthen atij e thot Allah ju udhëzoft dhe ju përmirësoft gjendjen tuaj. Plot lutje. Nëse me fol fjalë të kota apo ndonjë fjalë ndoshta të keqe, që është gjuna, mi përdor tonë. Por pejgamberi alayhis salam thot, nëse të shtit më shumë se 3 herë, pra të shtit para një herë, thot alhamdulillah ti thuaj yerhamukallah. Për zditi, prapë thot alhamdulillah ti thuaj yerhamukallah. Për strehti, nëse më shumë të shtit atëherë, thot pejgamberi alayhis salam, lutu për ta që ta shëron Allah, se kjo mos tretës mund me qenë sëmundje. A dhe është normal 2 herë me të shtit dhe në tretën. Më shumë thot nëse të shtit, atëherë lutë Allah për shërim, për atë vëllahun tanë, se kjo shumicën e rasteve është edhe sëmundje. Pra drejta muslimon ndaj muslimonit është kur të shtitet ti thuash Allah të mëshiroj, pra të lutesh për ta. Wa idha marida fa'udhu.
E pesta e drejtë e muslimonit ndaj muslimonit është nëse sëmurët vizitoje. Pra, nëse vllai i musliman sëmurët vizitoje. Këto fjala për një musliman. E tash na jetojnë në këto vende ku ka musliman dhe jo musliman përzime, kemi një kushi, nuk ka musliman, një shok, jo musliman, një kolegë punës. A ban me vizitu ato nëse sëmurën? Po, por me qëllim me shku, me fol, me këshillu, edhe me ftuan edhe në Islam. Pejgamberi alayhis salam tregon një rast se ka pas një kushi jehudi, edhe ai jehudia ka pas një djalë. Edhe një ditë prej ditëve ndëgjon pejgamberi alayhis salam se asëmura djali edhe shkon ta viziton pejgamberi alayhis salam. Edhe në atë moment pejgamberi alayhis salam e fton në Islam. Atë djalë thotë pranoj Islamin, thuaj la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, se ishte më ka fundi, u shikë se ai djali tepër i smut edhe ka me vdekje për asaj sëmundjes. A djali nuk i përgjigjet pejgamberit alayhis salam, e shikon babën e tij, baba i tij thotë ati' Abul Qasim, bindjo Ebul Qasimit, pra pejgamberit alayhis salam, pra ndëgjoje, përgjigju ftyrës së Muhamedit. Edhe a djali thotë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Edhe del pejgamberi alayhis salam. Masi del e lajmoi thonë ai djali vdes. Pejgamberi alayhis salam thotë alhamdulillah, falënderim takon Allah, i cili e udhëzoi ndurën time edhe vdes si musliman. Po rezultati i kësaj vizite çka ishte? Pranoi Islamin ai djali. E tash edhe na lejohet me shku me vizitu një jo musliman, me shku me këtë një jetë, me ftu në Islam, me këshillu, me fol, se sidomos një kur është momente sëmundje, kur ka sëmundje dobësohet, mend pak i mbledh aty nga të vetit, dëshirat, epshet, kundërshtimet, inatët ato i leon, është se tash i zot me sëmundjen e vet, më ndrishë mund edhe mi pranu ndoshta këshilla. Po lejohet vizita e jo muslimanit me qëllim këshille dhe ta ftosh në Islam, se këtë ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe vizita e sëmundit është një nga veprat më të dashura dhe me shpërblim të madh në Islam. Nuk mund ta paramentojnë çfarë shpërblimi ka. Edhe shumë punë e lehtë. Ti apo des po do një me shkon kafe. Një orë, 2 orë me pi kafe me një shok. Këta pa kërë shko të një smuq, atë një kushi, një shok i babës, një kushrin, një familjar, kush do kohë. Në spital, ka njerëz që në spital vazhdimisht i njohin, nuk i njohin, shkojnë në spital këshin aty, ka ndonjë një musliman, qoftë arab apo turk apo shqiptar, me hi me vizitu. Selam aleikum, ç'shi je mirë, Allah ndihmoft, Allah të shëroft. A disa e zonat të sëmure. Se ju e dini, keni pala për spitale, me një dhomë rrej veç aty edhe 24 orë i vet. Nëse vinë me të vizitu familjarët të mirë, nëse nuk vinë me javë me muj rrej vetëm aty. Para me në të vinë dikush të shoqërohet disa minuta aty. E ka shpërblim të madh vizita e të sëmurit në Islam dhe e shton dashurinë mes muslimanëve. Ajo është një drejt pra dhe e musliman ndaj vllat i musliman, që tregon mëshirë, solidaritet dhe dashuri vllazërore. Pejgamberi alayhis salam thotë: "Men 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah", thotë kush viziton një të sëmur ose viziton një vëlla për hir të Allahut, thotë nadahu munadin, atë thërret një zon, pra thërret një thirrës dhe thotë: "An tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min al-jannati manzila", thotë u bofshi mirë. Pra qaj zoni, na nuk e dëgjojna, po është një melajke e cila lutet për ti. Thot, u bofshi mirë, pra ti që po shkon me vizitu të sëmurin, apo një vëllau musliman, u bofshi mirë, ejsa jote u bofte bekuar, pra hapët që piban ti, qoshin të bekuar, dhe zone një vend në xhennet. Pra e bone një vend toni në xhennet. Pra hapët që shkon me vizitu një të sëmur, apo një vëllau musliman, para me në melajke apo lutet për ti. Thotë u bafshi mirë, hapët e tu, qofshin të bekuar, edhe e bone një vend në xhennet. E sa kushton kjo? Sa kam na kushtuar një vizitë me vizitu të sëmurin? Qoftë me kerr apo në kam, apo me tren, me metro, me bus, sa ka me të kushtu? 5 franga? Haqë 10 franga? E lutja me lajkës? Mu lut një me lajke për ti? Ata ju nuk pagut as me milion, as me kërgjo. Pra të lutë për ti të thoje u bofsh i mirë, hapët e tu qufë të bekuar, edhe boni një vend në xhennet. Pra gjitha që të të mira na i lojna dënerë anësh nuk i bojna, se kujti dënerë njëri është i mësuma, kujti ka qef me bo sejnë të mëdhoja. Ja bojnë diçka të madhe, ja heq. Dënerë me të vogle e fiton xhennetin.
Nëse lutesh për vllahun tan musliman i cili nuk ka prezant, që tash një vëlla nuk ka musliman, nuk ka prezant ton një musliman, lutesh për të, afër kokës tonë është një melajke. Ti thu, o Zot, shembull, më shiroj fala vllahun tim. Melajka thot, edhe për ti e njëjta. O Zot, jepi vëllat të musliman diçka, mu lut për ta. Melajka afër te thot, edhe për ti e njëjta. Do thotë kur lutesh për vëllat të musliman, melajka po lutet për ti. E çka të kushton me thonë, o Zot, më shiroj vëllahun tim, o Zot, falë vëllahun tim, o Zot, udhëzoj vëllahun tim, një musliman. Edhe melajka lutet për ti. Në tjetër hadith pejgamberi alayhi salam thot, ma min muslimin yaudu musliman ghudwatan illa salla alayhi 70,000 malakin hatta yumsi. Thot nuk ka musliman që viziton një musliman tjetër në mëngjes, vetë se 70,000 me lajke luten për të deri në mbrëmje. Pra nëse shkon në mëngjes, para ditë e viziton një vëlla tonë musliman, një të sëmur, 70,000 me lajke luten për ti deri në mbrëmje. Pastaj thot, wa in adahu ashiyatan illa salla alayhi 70,000 malakin hatta yusbih. E nëse viziton vëllin e tij musliman në mbrëmje, 70,000 me lajke luten për të deri në mëngjes. Po, me bon as plan program tjetër ton, shkon mëngjes viziton një të sëmur, edhe një shkon në mbrëmje, 24 orë 70,000 me lajke luten për ti. Pra nëse shkon mëngjes para dite, në vizitë, spital, në shtëpi, në të sëmur, një plak, apo një vëlla tonë musliman, 70,000 me lajke lutën për ti deri në mbrëmje. Nëse shkon në mbrëmje me vizitu, deri në sabah 70,000 me lajke tjera lutën për ti. A ka më mirë se kjo? A ka shpërblim diçka që kompenzon këtë? Nuk ka. E për këtë, vizita të sëmurit ka shpërblim të madh në Islam dhe është një drejt prej të drejtat të muslimanit. Pra me këtë vizitë të shkurt, me këtë mundim të vogël, e fiton këtë shpërblim të madh te Allah subhanahu wa taala, 70,000 me lajke më lut për ti. Qa shka ndikon vizita jonë të kisëmuri? E para e gëzon zemrën e ti. Kënaqet. Wallahi ndi një lloj gëzimi në zemrën e ti se thot, i ka shku menja marrë me vizitu. Tan ditën jam vetë në spital, apo në shtëpi, në shtrat, i ka shku menja marrë me vizitu. E gëzon të sëmuri, ja leçon edhe dhimbja. Ja lecon dhimbje sa i sëmuri kur në shtrat, kur është në spital, ai nuk mendon më për punë, nuk mendon për parë, nuk mendon për jetë, ai mendon për sëmundjen e tij. Nëse non-stop mendon për sëmundjen e tij, veç ka rënë sëmundja më shumë. A ku shkosh ti, ndaj këshill, ndaj muhabet let, ndaj më kalldu ndaj tregim ndaj diçka, ja lecon edhe dhimbja. Ja largon vetmien dhe e forcon shpresën për shërim. Kur ti shkosh, ja largon vetmin, do të thonë e shoqëron ti, edhe ja shton, ja forcon shpresën për shërim, mi dhon gajret, mu lut për ta, më thon hajde banuj forcë, se të kalon, Allah të ndihmon, mu lut me ta, do të thonë mi dhon shpresë për mu shëruar. A po ndryshe 24 orë vet, tan javën, tan muajin, ai veç vjen tu do psu, as do një fjalë të mirë, as do një këshill, as do një lutje. Si ja bën smuja, sa ja bën vetmia. Si ja ban smundja dikujna, sa ja ban ajo mos vizite e familjarëve e shoqënisë. E për këtë, ndikon të kisëmuri vizita e vizitorit. Dhe ndjen që nuk është i harruar për njerëzve, ha? Dhe me thonë, kur shkoj unë me vizitu, ti atjetë e shesë, shoqënia, familjar, nuk më kanë harru, po vin po më vizitojnë. E kjo ndikon shumë të kisëmuri, ndikon pozitivisht. E sjellja, si duhet të sjellin të kisëmuri, vizita të jetë e shkurt. Për mos me lutë të sëmure. Se ka për njerëzve e din se filanin të filan shtëpia është një smut, një plak, na përkatun, na përfshat, edhe. Apo në qytet. Tash ka të bajnë të ditën, atë shka po shite çaj smuti, ma beçatine, naj çaj, naj mushi, naj kafe, me hangër, me pi diçka, shkon me sahat rri. Prej sunet pejgamberit alayhis salam shkosh ti sëmur ta vizitosh një vizitë të shkurt. Të lutesh për ta, të jepësh gajret, edhe mu largu, se i ka nevojët e veta, i ka dhimbjet e veta. Ti folesh pak ta këshillosh. A me shku me nejt atë se s'kam ku me shku, e tash mu ka boni kona ku me shku te ke, edhe për ditë prej sabahit deri në drekë, apo prej drekës deri në akşam. Vizita duhet të jetë e shkurt, të lutesh për ta dhe ta këshillosh. Ti thuaj fjalë të mira dhe të bën dua për shërimin e tij. Sikur që na ka mësuar pejgamberi alayhis salam, mi thotë të sëmurit la ba'sa tahurun inshallah. Mos u mërzit, apo është në rregull. Është gjithçka në rregull, inshallah është pastrim nga mëkatet. Pra ti thosh të sëmurit, dhe me mos u mërzit, mos u pikëllo,
Këtë gjithçka është në rregull, është një sëmundje të ka sprovuar Allahu, inshallah kjo sëmundje është pastrim nga mëkatet. E na këtë kemi mëkate, këtë kemi gjunohe. Inshallah kjo sëmundje që bën ti sabër, inshallah është pastrim për gjunohet e tua. Dhe e fundit, wa idha mata fattabi'hu, nëse vdes vëllajat musliman përcjellë në varrim, merr pjesë në varrimin e tij, në faljen e namazit të xhenazës dhe në shoqërimin deri në varr, sepse kjo është ajo, si më thonë, një nder që mund t'ja bësh për herën e fundit në këtë botë. Pra kjo është e fundit, një vepër që mund ta bësh për vëllain tan musliman, me përgatitë xhenazën, me fal xhenazën dhe me marr pjesë në varrimin e tij. Kjo është nga sjelljet më të mira dhe kujton çdo besimtar për jetën tjetër. Se kur ta mesh ta varrosësh dikën, nëse është gjenerate jote apo pak më i vjetër, pak më i ri, shkon pak menja se nesër edhe ti. Ja hamil an-nash anta ghadan mahmul, thot një poet. O ti që po bën xhenazën në krahët e tu, nesër ti ka me të bëj dikush. O ti që po varros të vdekurin, nesër ti ka me të varros dikush. E kjo është edhe mostim këshill për neve. Pjesëmarrja në varrim është vepër e mirë dhe kujtesë për jetën e përtejme, për ahiretin. Pejgamberi alayhi salam thot: "Men shahida al-janazata hatta yusalla 'alayha falahu qiratun, wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratan." Thot pejgamberi alayhi salam, kush e përcjell xhenazën të vdekurin derisa të falet namazi i xhenazës për të, thot i takojnë një qirat. Arabisht atë fjalë qirat. Dhe me thonë kalime shpërblimin. Thot, dhe kush e përcjell atë derisa të varrosit takojnë di qirat. Sahabët i thanë: "O mal qiratani ya Rasulullah, ç'është është qirat ya Rasulullah?" Thot pejgamberi alayhis salam: "Mithlul jabalayn al-azimayn." Thot, ata janë si dy male të mëdha. Pra kush merr pjesë vetëm në fal namazit të xhenazës e ka një qirat, do të thonë një mal me sevape. E kush merr pjesën në varrimin e tij i ka di qirate, di qirat, do të thonë di male të mëdha me sa di male të mëdha me shpërblime. E sa ka sot për shembull na për varrim kur morëm pjesë. Një 20-30-40% e xhamat jam shtet për mure atje, një Facebook, një të pi cigare, një të bëma bet dënjos, një 20-30 falin xhenazën atje. Këto di male me kodra suni fitove. Pastaj ka rregulla gjatë përcjelljes së xhenazës, më shumë të fol të bën dhikr, të përmend Allahun. E jo është për të shëdit hejt mas xhenazës. Ai i cili është në tabut, në sandak atë i vdekuri, është një gjenerate jote. Bana ki pas shok të klasës, bana ki kolekt punës, ki kalu jetë gjatë me ta. E ki e përpara i pa shpirt, pa lëviz, pa ndjenja, pa kur gjë, ti këto ne i të fol për biznes, për punë, për dënjallëk, për të kesh, të i kaldu në Facebook, shka kanë postue. Kjo nuk ka presijos të muslimanit. Dhe me thonë, hiç s'po të prej në zemër që ajo. E për këtë, i ka disa rregulla për sjellja e xhenazës, ta përmendesh Allah subhanahu wa taala, të lutesh për të vdekurin, të munduesh të falësh namazin e xhenazës, ta varrosesh dhe duke përmendur Allah subhanahu wa taala dhe duke u lutur për të vdekurin. Pra në fund këto ishin 6 të drejtat e muslimonëve ndaj muslimanëve, të cilët janë bazë të etikës, të moralit, të sjelljes muslimanëve mes veti, dashurisë mes muslimanëve. Kush i zbaton këto e forcon lidhjen me Allah subhanahu wa taala dhe me njerëzit, dhe këto janë mësime të mëdha për të rinjt, sidomos rinia që të duan të jetojnë në fe dhe me karakter islam. Pra lutem Allah subhanahu wa taala që këto porosi, këto këshilla të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të bëjnë pjesë të jetës tonë, të praktikojnë rregullisht që të fitojnë shpërblime të mëdha te Allah subhanahu wa taala. Lutem Allah subhanahu wa taala të na falë gabimet tona, të na mëshiron mbi to, ndër tokë dhe në ditën e gjykimit. Lutem Allah subhanahu wa taala që ummetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, muslimanët kudo që janë në botë, kudo që janë të sprovuar, të ndihmon Allah subhanahu wa taala, të vdekurit të mëshiron, të sëmurit të shëron, dhe ata të cilët janë të pastrehuar që ndihmon. Dhe lutem Allahun kur të dalin prej kësaj bote, të dalin duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.